kishin ezauruar fuqitë e tyre ushtarake dhe po shkonin drejt një lufte të tretë botërore dhe për këtë arsye ndaluan. Aktualisht nuk e kemi këtë kapacitet. Pra forcat ushtarake që mund të hyjnë të këtij koalicioni të vullnetshme të vendeve të Evropës, edhe po të hyjnë, nuk kanë asnjë kapacitet të atill që të arrijnë të bllokojnë në gjithë linjën e frontit për 1400 kilometrash linjë fronti, forcat ruse në avancimin e tyre dhe në shkatërimin e tyre kapaciteteve ushtarake të Ukrainës. Pra është e pamundur që kjo të ndodhi. Dhe nuk ke si ta detyrosh atjetrin që të pranojë kërkesën tënde kur ai vazhdon të jetë në avantazh. Dakor. Ndërkohë, Dritan, kemi gjithmonë edhe takimin, se kjo ndodhi pas deklaratës, pas telefonatës Trump-Putin dhe vendimit për një takim në Budapest midis Trumpit edhe Putinit. Po përflitet për shkëmbim territores midis Khersonit, Zaporizhjes, Donetskut, Luganskut. Çfarë dim deri tani, domethënë çfarë qarkullon dhe ajo që më bën përshtypje është pse e ka kaq merak Putini fjala vjen në Donetskun. Atëherë duhet kemi një gjë parasysh që gjitha kjo që po thotë është ka ardhur nga mediat dhe kryesisht nga mediat amerikane, nga Washington Post, e cila është një media që kontrollohet nga CIA totalisht dhe për ju i bazon një shkrimi të Washington Postit para mos gaboj një ditë mbas bisedime, 2 ditë mbas bisedës telefonike, cili përcakton thotë që Putini i kërkoi Trumpit të lloj shkëmbimi. Në realitet nuk ka ndodhur gjë e tillë dhe nuk mund ndodhë gjë e tillë. Gjitha kjo është pjesë e asaj luftës hibride që Perëndimi është duke bërë ndaj Rusisë. Do të kemi një parasysh çfarë do të lufte në konceptin e vetë hibride. Pse është hibride? Dhe termi hibrid është një term i shpikur nga Perëndimi. Pra, nuk është një term që i përket as doktrinës dhe as parimeve ushtarake ruse. Në doktrinën dhe në parimet ushtarake ruse dhe në konceptin ushtarak rus, termi hibrid nuk ekziston fare, nuk e gjen në asnjë dokument të tyre. Nuk e gjen. Termi hibrid është i shpikur nga Perëndimi, për arsye se Perëndimi, duke qenë se ka bërë disa luftra kundër terrorizmit, luftra kundër asaj, luftra kundër kësaj, pra këto i ka quajtur luftra hibride, luftra kundër dronëve, luftra kundër luftra diplomatike gjithashtu, por në konceptin e vet. Çdo lloj lufte është luftë hibride, sepse ti bën një luftë konvencionale, e cila është që bën terren dhe normalisht që paralel me kësaj ti shkon ke luftën mediatike, ke luftën diplomatike, të cilat shkojnë paralel dhe këto janë pjesë e asaj që quhet luftë. Pra, në total kemi një luftë, pavarësisht se koncepti është tjetër dhe shkruar. Dhe këtu është ndarë lufta hibride dhe kjo që po bën Perëndimi tashmë me këto shkrime është pjesë e luftës hibride për të krijuar atë idenë brenda ultranacionalistëve rus që Putini duke tradhuar Rusin në mënyrë që të arrihet që këta ultranacionalistë rus të organizojnë një lloj puçi ushtarak siç tentoi të bënte edhe Prigozhini me Wagnerin në mënyrë që të rrëzojnë Putinin nga pushteti. Dhe është pjesë e kësaj lufte hibride që CIA është duke bërë dhe Perëndimi është duke bërë ndaj asaj. Putini nuk ka asnjë tagër sot për sot ligjor që të afrojë shkëmbim territoresh, për arsye se Lugansku, Donetsku, Zaporizhja dhe Kherson janë territore të cilat kanë kaluar me referendum si pjesë e Federatës Ruse dhe janë miratuar edhe në parlamentin rus. Pra i vetmi që ka tagrin ta bëjë këtë është vetëm parlamenti, nuk është Putini. Pra Putini nuk ka asnjë tagër ligjor për ta bërë këtë dhe as faktik për ta bërë këtë, por ideja në këtë aspekt, kjo lufta hibride zhvillohet në 2 drejtime. Pra, këto shkrime t'i japin në radhë parë duan të krijojnë konceptin që ky që ofron këtë do të thënë që Rusia është diktaturë, pra vendos Putini për gjithçka. Pra kjo ideja që ata janë diktaturë, ne jemi demokraci. Pra ndërkohë që këtej neve jemi një autokraci totale, pasi demokracia nuk ka funksionuar ndonjëherë dhe nuk kemi pasur ndonjëherë demokraci. Kemi pasur vetëm një skallë pronari moderne, asgjë tjetër, dhe krijojnë idenë se neve jemi të mirët, ata janë të këqij, sepse ai është personi që vendos atje, kurse këtej neve vendosim shumica që s'na pjerë kurkush, kurse atje vendos vetëm një person. E para kjo, dhe e dyta, të krijojë këtë idenë që thash që të krijojë këtë ndarjen e brendshme. Dhe ultranacionalistët, sepse ka aktualisht sot ultranacionalistë të zëshëm në Rusi, të cilët flasin dhe i kërkojnë Putinit edhe haptazi dhe qeverisë ruse që të ndërmarrë sulme masive ndaj Ukrainës, të shkatërrojë gjithë, por problemi këtyre njerëzve është sepse edhe Perëndimi, edhe këta njerëz nuk e kanë kuptuar asnjëherë konceptin e luftës në cilën bën Rusia. Pra, aktualisht kjo luftë që po ndodh nuk është vetëm një luftë për arsye territoriale. Perëndimi gjithnjë ka konceptuar luftrat për arsye territoriale sepse gjithnjë ka qenë kolonist, pra kolonialist. Kolonializmi vetëm në bazë territorit të përcakton luftë. Lufta që po ndodh aktualisht sot midis Perëndimit dhe Rusisë, sepse lufta po ndodh midis Perëndimit dhe Rusisë, po zhvillohet në Ukrainë me anë të ukrainësve, pra Ukraina po bën proxy, pra për këtë jemi të vetëdijshëm gjithë. Është një luftë për çështje parimesh dhe konceptesh. Pra,
Rusia po ofron një luftë parimesh dhe konceptesh të ndryshme. Ndërsa Perëndimi ka një luftë parimesh dhe konceptesh tjera, një luftë në cilën të gjitha luftat që ka bërë Perëndimi nga mbarimi i luftës botërore deri më sot kanë qenë pa një objektiv strategjik. Le të marrim më të fundit luftën e Irakut në 2003, të rrëzojmë, u rrëzua nga pushteti Saddam Hussein dhe Bushi doli dhe tha që mission accomplished. Ndërkohë që për këtë mission accomplished, për këto muaj të cilët ndodhi kjo përplasje, ushtria amerikane humbi vetëm 74 veta. Ndërsa nga momenti që deklaroi mission accomplished deri në momentin që u tërhoqën trupat, 5600 ushtarak të vrarë. Pra, nuk ka pasur asnjë strategji për çështjen e luftës, nuk ka konceptin e strategjisë luftës. Nga rusët kanë një koncept strategjik, demilitarizim të kësaj, dhe po ecin drejt kësaj demilitarizimi. Dhe koncepti ka të bëjë kur sulmon pjesa tjetër, pra hajtë të sulmojmë siç sulmon Izraeli të shkatërrojmë gjithçka, kurse këta me goditje kirurgjikale, pra po mundohet të japi potës tjetër një lloj koncepti të ndryshëm. Në rast se nuk e kuptojmë konceptin në cilin ata funksionojnë, neve kemi të vazhduar gjithnjë të ecim në rrugë të gabuar dhe nuk do mundemi asnjë rast të fitojmë dhe as të shkojmë drejt një paqe. Cili mund të jetë skenari Dritan i takimit Trump-Putin? Unë nuk mendoj që ka një skenar. I cili me thënë drejtën duket sikur po shtyhet dhe kjo sipas medjave, sepse Marco Rubio dhe Lavrov ende nuk kanë bërë atë takimin paraprak për cilin... Nuk është përcaktuar një takim, nuk po shtyhet. Ka pasur një bisedë telefonike midis Marco Rubios dhe Lavrovit, po. Të deklaruar nga të dyja palët. Në këtë bisedë nuk është biseduar për një takim ndërmjet tyre të dyve, po është biseduar për çështje të tjera që kanë të bëjnë me takimin Putinit dhe Trumpit. Pra nuk është lënë takimi dhe u la takimi dhe u shty. Atëherë do themi që u shty, pra nuk po ndodh. Në momentin që do lihet një takim, unë mendoj që takimi dhe është përcaktuar në bisedën e tyre që takimet midis Marco Rubios dhe Lavrovit do të ndodhin në Moskë. Pra Marco Rubio do të udhtojë drejt Moskës. Rubio do shkojë në Moskë drejt Moskës për të rënë dakord për të biseduar për mënyrën se si. Unë nuk besoj që atje do të kemi ndonjë bisedë të madhe në Hungari. Ajo çka po ndodh në Ukrainë, në Hungari dhe çfarë do ndodhi në Hungari ka të bëjë më shumë me PR-in politik që i nevojitet dhe kohën që i nevojitet një lloj armë pushimi që Trumpit i nevojitet tashmë për politikë të brendshme. Por i nevojitet edhe Putinit kjo ta përdori këtë kundër Evropës. Pra Evropa është ajo që po bën këtë koalicione të vullnetshme që po i fryn kësaj për të vajtur në luftë me Rusinë, dhe ndërkohë që ti organizon një bisedim me Trumpin, automatikisht kjo e ftof Evropën nga çdo lloj ndërhyrje. Pse e ftof Evropën? Sepse kur Evropa po ndërhyn atje me shpresën që nesër Amerika të mbështesi Evropën, pra t'i ruaj shpinën, po ndërkohë që kjo Amerika ulet me Rusinë, atëherë kjo shpinë është e paruajtur. Po, herën e fundit kur ishim Dritant, kur ndodhi takimi në Alaskë, Trump u rikthyen Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Shtëpinë e Bardhë kishte të ftuar liderët kryesorë le themi të Evropës, Starmer, Macron, Merz, Meloni e tjerë. Atje pam që pavarësisht asaj që Trump në një farë mënyrë ekspozoi që është rënë dakord për një takim me Putinin, nuk duk sikur jemi drejt një paqe afatgjatë, thoshte Trump, jo një armë pushimi. Ndërhyrja e këtyre koalicionit të vullnetit mirë të europianëve ka bërë që Trump të tërhiqej dhe të linte, le të themi, luftën të vazhdonte dhe të rridhte ashtu siç ishte. Vazhdimi i luftës është në favor të Rusisë në këto kushte, në këto kapacitete, në këto kushte që jemi. Nuk është as pak në favor as të Bashkimit Evropian as të NATO-s. NATO dhe Bashkimi Evropian janë duke u demilitarizuar dhe u treguar që nuk kanë asnjë kapacitet ushtarak dhe po nxjerrin NATO-n një organizatë obsolete e cila nuk ka asnjë lloj vlere. Po, në këtë aspekt. Po, a di çfarë, Dritan, se kam qejf të ta them këtë se po lexoja tek ekonomist, më duhet, The Economist, thot me ritmin e drejtanishëm Putini do t'i duhen 103 vjet për të pushtuar gjithë Ukrainën. Nuk e di a e ke parë. Prandaj është e kam parë, pra për koncept të thash, këta hyn në konceptin kolonialist që të pushtimit të territorëve. Prandaj them janë dy koncepte të ndryshme të cilat luftojnë aktualisht. Perëndimi ka konceptin e marrjes territorit. Pra unë e marr territorin, po ti nuk e kontrollon territorin. Prandaj e dhash shembullin e Irakut. E mori territorin e Irakut, po nuk e kontrollonte territorin e Irakut. Dhe degeneroi në një luftë civile, në një shkatërrim dhe në humbje të mëdha. Ky është koncepti në cilin perëndimi funksionon. Pra ta marr territorin dhe themi fitova luftën, jo ti s'ke fituar asgjë gjë. Ti e fiton luftën kur e kontrollon territorin. Dhe si e kontrollon territorin? Kontrolli i territorit vjen duke eliminuar fuqinë ushtarake të armikut. Dhe kjo është koncepti strategjik i Rusisë, që e kanë vendosur detyrë forcave tyre ushtarake, pra demilitarizimi totalisht i Ukrainës. Ky demilitarizim nesër çfarë do të bëjë?
Në rast se këta, pavarësisht se çfarë lloj llogaritje që ta kanë bërë totalisht gabuar, pra nuk funksionon në atë aspekt siç e kanë bërë këta, të llogaritje, demilitarizimi do të thotë që për një kohë shumë të shkurtër, Ukraina të mos ketë më kapacitete ushtarake për të mbajtur. Aktualisht në rast se çdo gazetar që ka shkruar këtë dhe kjo media që ka shkruar këtë, Financial Times, në rast se do të lexuar The Economist. Në rast se do të lexuar atë tjetrën regjia. Para 2 javësh ka pasur një shkrim interesant, për herë të parë ndodh se ky shkrim në Ukrainë, Ukraina Pravda. Ukraina Pravda, e cila është gazetë shtetërore, pra gazetë e qeverisë. Para 2 javësh. Para 2 javësh ka pasur një shkrim shumë interesant, e cila tregonte për çështjen se si ndodhet gjendja e frontit. Dhe ajo thoshte që fronti është në rënje për arsye se thoshte nuk ka mungesë trupash, duke pasur mungesë trupat. Në të gjithë të dhe ajo merrte Zaporizhen. Kishte vajtur në Zaporizhë dhe thoshte në këtë zonë e Zaporizhës. Pika nga pika, pra pika ushtarake në front, në vijën e frontit ukrainase nga pika tjetër, ishin me largësi, fillonin nga 300 metra deri në 1800 metra për këtë mungesë. Dhe thoshte në këtë 300 metrash, që është shumë madh, shumë diferenca shumë e madhe 300 metra, sepse ti e ke terrenin e pyllëzuar, hynin me nga 2 dhe me nga 3 forcat ruse dhe kalonin në thellësi. Duke kaluar në thellësi, atëherë ishin evidentuar që forcat ruse me nga 3 veta, që i kemi parë edhe me filmime me nga 3 veta që kanë filluar kalonin këtë territor, pra në këtë hapësirën për 300 metrash, për 500 metrash, për 800 metrash, për 1800 metrash, pra ai fuste dhe kishin arritur të kalonin dhe të evidentonin deri në thellësinë 12 kilometra, në thellësinë 12 kilometra ndodheshin operatorët e dronëve. Dhe pasi evidentonin vendodhjen e operatorëve të dronëve, atëherë jepnin këtë vendodhje forcave ajrore ruse, të cilat bombardonin, dhe ka pasur raste që kanë mbritur deri në 25 kilometra ku përcaktonin vendodhjen e artillerisë dhe është goditur edhe artilleria dhe bazat e logjistikës. Prandaj koncepti, këtë thoshte Ukraina Brapta dhe kushdo mund ta gjejë në Ukraina Pravda këtë para 2 javësh. Pra shkrimi i Ukrainës Pravda nuk është ajo që po thotë Dritani. Dakor, po. E pranojnë ata. Dhe e dyta thoshte problemi më i madh i kësaj lufte është logjistika. Dhe këta që kanë shuar nuk kuptojnë konceptin e thellësisë strategjike dhe thellësisë strategjike të logjistikës. Rusia aktualisht ka thellësi strategjike, pra logjistikën e saj ka të garantuar, ti nuk janë rrëputon nga, prodhon çdo ditë. Ukraina nuk ka logjistikë të garantuar, për arsye se duke mos pasur forca ajrore dhe mbulimin ajror ka 0, aktualisht të gjithë logjistika që vjen është nën goditjen dhe baza logjistike i ka në kufi. Baza logjistike i ka këtu, në kufi me Polonin, baza logjistike. Po. Dhe imagjinoni baza logjistike që të vijë deri këtu. Pra është një rrugë gjatë e cila është në kontroll totalisht, sepse është territori pa kontrolluar, i pambajtur, sepse ka përmbledhur forca këtu. Dhe kjo është e kushtueshme. Logjistika e tillë është tepër e kushtueshme dhe për këtë fliste edhe ky shkrim. Pra, shim fliste edhe për çështje logjistike, e cilat është problem i madh për të sjellë sot është karburant. Dakor, po, Dritan, kjo viza aty, a nuk është harta e Khersonit kjo, domthon kjo këtu. Po. Domthon Khersonin, Zaporizhën dhe Donetskin ende nuk i ka marrë tërësisht Rusia, nuk i ka pushtuar tërësisht. Jo, nuk i ka pushtuar. Të thoshte ky shkrimi se këtu e ka marrë dhe hartën. Po këtu është problemi. Thotë i duhet 5 vjet me këto ritme. Nuk i duhet 5 vjet me këto ritme. Unë ja them dhe vitin në 2027 kjo mbaron janë të gjitha të marra, sepse nuk llogaritet me ritmin se këta gabimi i tyre është llogaritet me ritmin që ecën. Pra sot ata mund të ecin 1 kilometër, 100 metra dhe duke llogaritur ti me ritmin ditor të marrjes së territorit, ata bëjnë gabim të tjerë. Nuk llogaritet në këtë mënyrë. Lufta nuk llogaritet me ritmin ditor të ecës, llogaritet me kapacitetet tua ushtarake dhe shkatërrimin e kapacitetit ushtarake të armikut. Pra në momentin që ti eliminon forcat armike dhe ky nuk ka fuqi, si të thash, ky 300 metrash i nesër bëhet 1 kilometër. Kur bëhet 1 kilometër, ai hyn këtu dhe të krijon ato xhepat. Pra, çfarë janë krijuar këto xhepat? Për këtë arsye krijojnë këto xhepat, sepse ti nuk e kapacitet të mbash frontin në vit, pra unison, dhe ai hyn dhe të krijon këto xhepat ose thesat operativ që quhen ose xhep operativ, që quhet në terminologjinë ushtarake. Dhe ta lëviz të frontin, pra i fut në xhep operativ dhe kjo vjen humbje të kapacitetet të tua ushtarake dhe njerëzore. Dhe në momentin që ti nuk do kesh kapacitete për ta mbajtur atë, çfarë do bësh ti? Je detyruar të tërhiqesh. Dhe atëherë si do justifikohet kjo gazeta nesër kur kapacitetet ushtarake ukrainase do të thonë në një moment caktuar që ne do të rriqemi në këtë vizë sepse nuk kemi më kapacitete ta mbajmë këtë vizë fronti. Në që do heqin atëherë këta do t'i marrin 10 kilometra brenda ditës. Atëherë në rast se do llogarisim me ato 10 kilometrash brenda ditës, me atë shpejtësi që kanë llogarisur, atëherë bie që ta marrin për 2 javë gjithë Ukrainën. Pra, kanë them konceptin në cilin ata bazojnë, është një koncept propagandistik për të krijuar idenë se Rusia nuk ka kapacitete, nuk ka fuqi. Është më shumë për PR të brendshëm politik të Evropës për të bindur qytetarët evropianë që shiko, Rusia s'ka fuqi, po të kishte fuqi do i kishte marrë. Pra ajo nuk e merr dot. Qëllimi i Rusisë në këtë aspekt nuk është marrja e territorit dhe asnjëherë s'ka pasur interes për marrjen e territorit të Ukrainës, sepse nuk e mban dot territorin e Ukrainës.
Sepse në rast se do ta mbajë territorin e Ukrainës, duhet të angazhojë gjithë popullin e saj. Por rusët e kanë parë historinë gjithnjë si një çështje për nga cila nxjerrin mësim, kurse Perëndimi historinë e ka lexuar dhe e lexon vetëm si për të kaluar kohën, si çështje kalimi kohe. Rusët nuk e hyjnë më këtyre luftrave për arsye se kjo luftë do të sillte një depopulizim, pra një humbje demografike të tyre. Në luftën e dytë botërore, ata humbën 27 milion dhe është një humbje demografike shumë e madhe për një popullat. Një Ukrainë. Dhe tashmë ata nuk të rrezikojnë me që të humbasin edhe 10 milion rus për të marrë dhe për të mbajtur Ukrainën. Pra rusët e shohin historinë si leksion, nuk e shohin si për të çështje kalimi kohe. Ne perëndimorët e lexojmë, sa bukur themi dhe kaq të aty mbyllemi. Dritan, ndërkohë më bëri përshtypje që në takimin ose në lidhje me vend takimin në Budapest, Zelenski ishte shprehur që është vendi i gabuar. Pse ky qëndrim, le të themi, i Zelenskit? Sepse prej fillimit Zelenski ka pasur përplasje me Budapestin, pra me Viktor Orbanin. Disa herë i ka ndaluar edhe çështjet e gazit, pra gazin që vjen nga Rusia që merr ata e ka ndaluar, 2-3 herë kanë sabotuar tubacionin e gazit që vjen andej. Pra problemet, për arsye se Hungaria ka qenë gjithnjë kundra kësaj lufte dhe ka deklaruar dhe nuk ka lejuar që nga momenti i fillimit të luftës deri në këtë moment që po flasim bashkë, nuk ka lejuar që territori i saj të përdoret për të çuar ndihma ushtarake në Ukrainë dhe as të përdoret si bazë për logjistike për Ukrainën. Pra, përplasja atyre është përplasje politike, por është edhe përplasje etnike. Për arsye se Ukraina ka një pjesë të territorit të Hungarisë të banuar me qytetarë hungarez, për cilën Hungaria ka kundërshtuar prej fillimit që të mos merren qytetarët hungarez, ata që janë me pasaporta, sepse Hungaria i ka pajisur me pasaporta hungareze qytetarët ata etnitetin hungarez që jeton në Ukrainë dhe ka kërkuar që duke qenë se janë edhe qytetarë hungarez të mos merren me dhunë dhe të çohen në vijën e frontit në luftë kundër Rusisë. Ukraina nuk e ka marrë parasysh dhe ka pasur edhe përplasje disa herë në këtë aspekt. Prandaj që e quan të gabuar për arsye se nuk mundet të ndikojë dhe nuk ka asnjë lloj kapaciteti ndikimi dhe nuk ka në Hungari, nuk ka as komunitet ukrainas jeton atje, me cilin do mund nesër të organizonte qoftë edhe një protestë për sy e faqe. Ndërkohë Dritan, Endri Bezrukov, një ish agent rus, e ka parajmuar Putinin që të mos udhtojë drejt Budapestit për të takuar Trumpin, sepse mund të vritet nga britanikët. Pra ka një komplot nga britanikët për ta... Unë mendoj që këto janë të pa baza. Jo, sigurisht, të qarkullojnë për media, por jo, ideja është sa i garantuar... Unë nuk mendoj që britanikët ose dikush tjetër do të guxonte që të bënin këtë gjë të tillë, pra vrasjen e presidentit të Rusisë në këtë aspekt, për arsye se automatikisht kjo do të cënonte pra vrasja e presidentit të Rusisë nga çdo lloj vendi e ndodhur në Bashkimin Evropian, automatikisht do të kalonte në një luftë të tretë dhe do të thoshte që Rusia në këtë moment do të përdorte raketat e saj bërthamore, për arsye se në doktrinën e saj e ka që në momentin që cënohet pika 9, pika 19, se mbaj më të mirë tash cila është doktrinës nukleare ruse, përcakton qartësisht që thotë që në momentin që cënohet ekzistenca e shtetit rus, pra ekzistenca e shtetit rus, edhe në formë konvencionale, pra edhe në formë konvencionale dhe vrasja e një udhëheci është çështje konvencionale, pra, atëherë në këtë moment Rusia përdor raketat e saj bërthamore ndaj atyre që ka pjesë të doktrinës së saj dhe askush nuk do të hynte tek saj dhe nuk i leverdiste tek saj dhe në këtë moment që do të ndodhte Evropës nuk do t'i dilte dhe Amerikës nuk do t'i dilte për zotas Anglisë nuk do t'i dilte për zotas Amerika në rast se kjo do ndodhte. Po unë nuk besoj që kjo do ndodhi. To janë skenare imagjinare, nuk janë skenare mediatike. Unë mendoj që nuk do ndodhi gjë të tillë dhe anglezët besoj që në këtë për sa kohë Trumpi e ka kërkuar takimin atje, pra është propozimi i Trumpit, nuk është propozimi i Putinit. Dhe Trumpi në këtë moment jemi sërish me gazën, pra ka vendosur fytyrën e tij në këtë aspekt. Besoj që në këtë aspekt administrata amerikane e ka bërë të qartë administratës angleze që çdo lloj veprimi nga ana juaj që do të cënonte jetën e këtij personi, atëherë do të kishte një abandonim total dhe do të ishit vetëm. Dhe në këtë vetmi, atëherë Anglia ishte e mbaruar, pasi nuk ka asnjë kapacitet ushtarak të përballet me një kundërpërgjigje tash për ushtarake të Rusisë ndaj Anglisë. Pra Anglia është një vend i mbaruar, totalisht i shkatërruar. Dhe nuk besoj që do të hynin kësaj. Normalisht që këto bëhen për arsye pastaj për të ngritur idenë që kjo është në rrezik edhe të anullohet takimi. Pra qëllimi është për herë të parë në fakt Putini shkonte një vend i BE-s. Sepse tashmë është ofruar, nuk është ai ka, shiko, deri para fillimit të luftës sa herë që Putini është ftuar në Bashkimin Evropian ka vajtur.
Putini nuk e ka parë problem, nuk e ka pasur problem. Ka marrë pjesë sa herë kanë ftuar edhe në konferencat për siguri të Miniut. Ai ka marrë pjesë. Pra nuk ka pasur problem. Gjithnjë ka vajtur në mirëbesim. Bullgaria ishte vetë ofruar. Bullgaria është vetë ofruar për arsye sepse Bullgaria e ka parë. Pra, shikoni, prandaj thash, ka shumë vende evropiane të cilët po shohin që kjo luftë është e humbur në Ukrainë. Dhe atëherë, hajde të zëm një vend në këtë tavolinën sadopak, edhe si figurant, sepse nesër po ndryshon sistemi i sigurisë të botës, pra koncepti i ri i sigurisë, arkitektura e sigurisë. Dhe ata kanë dalë me deklaratën, pra ishte shumë interesante deklarata e ministrit të jashtëm të Bullgarisë, i cili tha që sa herë që do bëhet llaf për paqe, ne nuk e pengojmë atë dhe do ta mbështesim atë. Po. Pra, kjo i hap rrugën që nesër